Ne si bashki çdo sipërmarrje që shkon në drejtimin e zhvillimit të sportit është për të mbështet. Jemi të angazhuar me futbollin tashmë, me ekipin kryesor, me investimin për ta ringjallë, për ta quajtur patjetër në Super League. Ajo që duam ne është që politikat e futbollit duhet të komportohen me atë filozofinë që kemi ne për të për të përshëndruar te ekipi kryesor që është Bundesliga. Çdo ka mundësi e kapacitet që kemi ne si bashki do ta shfrytëzojmë dhe do ta mbështesim. Lezhë është një nga rajonet që vërtet e do shumë futbollin dhe ka kontributet ka hershme në zhvillimin e futbollit në Shqipëri. Përveç saj është një nga rajonet që ka më shumë numër futbollistësh në raport me numrin e popullsisë dhe kjo do vlerësuar dhe do mbështet akoma më shumë. Po të kemi dhe një infrastrukturë më të mirë, duke pas parasysh dashurinë që kanë gjithë njerëzit e Lezhës. Çdo prind në Lezhë do ta bëjë çunin futbollist dhe ne duam që të bëjnë dhe gocat futbolliste. Duke qenë këtu në të njëjtën kohë duhet ta falenderoj kryetarin dhe Pierinin, të dy Pierin Gator për rezultatin e ekipit të parë dhe për ngjitjen në kategorinë e parë, ngjitje do të thonë bindse dhe pas një dyshim gjatë gjithë kampionatit, uroj që të bëjnë një kampionat akoma më të mirë. Konkretisht unë mendoj që ne bashkë, jam shumë i bindur që bashkë me kryetarin e bashkisë, bashkë me bashkinë ne mund të bëjmë projekte të mira zhvilluese infrastrukturore për ata që kanë nevojë tani. Po shumë çurda dhe falë Zotit bëm një ekip me emergjencë, por falë edhe vetë çunave, vetë stafit drejtues, arritëm rezultatet që vi keni pa. Nuk mund masimisht, dy barazi dhe në vend parë. Dhe shpresojmë mendimin edhe të kryetarit bashkisë. Mendojmë që ta çojmë përpara, ne shënojmë Superligën. Kemi kërkesat e tona që më na dhanë mundësinë që ta zhvillojmë sa më shumë futbollin e Lezhës, sidomos Bundesligën. Na duhet fusha, ne me ta thënë drejtën e shpirtit, stërvitemi si ekip në një fush katastrofike, ku s'kemi bërë sa më parë. Që ne qëra e kemi, paguajmë çdo gjë, por është nuk është as ambient i mirë. Me një bashkëpunim të mirë, do ta çojmë shumë përpara. Me rajonet Italisë kemi prodhuar më shumë futbollistë profesionistë ne se ata. Elitar është pjesë tjetër, kanë prodhuar më shumë ata se ne. Kanë numër më të lartë se ne elitarë në numër më të vogël për shumë arsye, siç e dinë edhe ti numri popullsisë etj. Pra unë mendoj që jemi gjithë fokusuar te Lezhë, pse ka prodhuar mendoj unë, për fushave natyrale. Sot në Lezhë ka rreth 5-6 fusha natyrale.